Pas dështimit të takimit të parë, banorët e fshatit të Trapçindollit dhe reshtan të Korçovës, që protestuan kundër ndërtimit të një deponie ilegale, u takuan me kryetarin e komunës. Shprehen shqetësimin se vendi ku po përgatitet të ndërtohet deponia është shumë afër dy fshatrave. Kërkojmë nga ju që nëse ka një gjë të tillë, me shumë dashamirësi të hiqni dorë nga ajo pjesë që mos shkaktohet revolt edhe më i madh tek pjesa e besimtarëve, që më pas e dini se si përfundojnë çështjet tek ne, ose do të ndahen në mënyrë ndërfetare, ose do të bëhet problem ndëretnik, ose do të bëhet problem ndërpartijak dhe kështu me radhë. Значи да ни Бог терористите зборат и ние бараме од вас со најпосен рок еден писмен одговор до нашите барања што ќе имаме до општината Тиче. Kryetari i komunës Aleksandar Jovanovski çështjen e deponisë ka mohuar disa herë në media, ndërsa edhe në takimin e sotëm i siguroi banorët se nuk do të ndërtoj asgjë dhe se çështjen e deponisë do t'ia lërë Ministrisë e Ekologjisë. Ама ние то немаме намера да го направим на таа локација што мислите вие. Нека си барат живот на Министерство за животна средина, нека си најдат локација, нека ги оценат ингеренција на општина Кичево, јас се повлекува јавно, ми кажу, не ме интересира тојќе и не до прат што сакат. Значи кажу ќе си најдат локација, нека си играат. Qytetarët i kërkuan një përgjigje me shkrim kryetarit në lidhje me këtë, por ai refuzoi duke e thënë se ndjehet i ofenduar pasi këtë ua premtoi me gojë dhe nuk ka nevojë të njëjtën ta bëjë edhe me shkrim.